Mos e xhelozoni njëri tjetrin. Çka nënkupton mos e xhelozoni njëri tjetrin? E ku janë ata që xhelozojnë nga ana e fesë? Çka fiton ti nëse Allahu ja merr filan? Kur ta dëgjosh një hoxh që flet kundër hoxhës tjetër për dunja, jo për din, dije se aty ka hina zemër xhelozia. Nuk ka xhelozi përveç se ndaj dy njerëzve. Kush janë këta? إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall vazhdojmë së bashku në hijen e haditheve, në hijen e fjalëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Fjalë të zgjedhura, fjalë të bukura, fjalë të rëndësishme, të dobishme për jetën e besimtarit, për imanin, për fenë e tij, fjalë të cilat i thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e të cilat nuk janë nga hamendja, të cilat janë nga shpallja që vije prej Allahut azza wa jall. Me lejen Allahut azza wa jall kemi ecur hadith pas hadithi derisa kemi arritur në një prej haditheve të mëdha, në një prej haditheve shumë të rëndësishme, në një prej haditheve i cili na edukon neve në lidhje me raportin ton dhe njëri tjetrit, në lidhje me vëllazërin ton, bashkimin ton, dashurin ton dhe një ashtu në lidhje me gabimet tona që ne mund t'i bëjmë ndaj njëri tjetrit, të cilat e prishin vëllazërin. Bëhet fjalë për një hadith të cilin e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thot: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: La tahasadu, mos e xhelozoni njëri tjetrin. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i përshkrua, na i rëfen disa gjëra, na urdhëron dhe na ndalon nga disa gjëra, që ne ta ruajmë vëllazërin, që ne ta ruajmë bashkimin, që ne të mund të qëndrojmë si vëllezër me njëri tjetrin, duhet t'i kemi parasysh këto gjëra. Këto gjëra e prishin, këto gjëra e rrezikojnë, këto gjëra e rrenojnë vëllazërin e besimtarve. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të parën e tyre e përmend duke thënë la tahasadu, mos e xhelozoni njëri tjetrin. Çka nënkupton mos e xhelozoni njëri tjetrin? Ibn Taymija rahimullah thot, xhelozia ndaj tjetrit është ta urresh, mos të pëlqen, mos të jesh i kënaqur, të jesh kundër që dikush tjetër e ka një të mirë prej Allahut azza wa jall, edhe nëse nuk don ti që ai ta humbate, edhe nëse ti nuk synon që ai sikur mos ta ket atë, vetëm pse ti ki xhelozi, ki inat
pse filani e ka një të mirë prej Allahut, ti në këtë rast je xheloz. Dhe ti ban pjesë në këto fjalë, la tahasedu. Mos xhelozoni, mos e xhelozoni njëri tjetrin. Dikujt Allahu i ka dhënë të mira, dikujt Allahu i ka dhënë bereqet, dikush është plot me begati prej Allahut Azza wa Jall. Ne këtu që jemi, edhe ata që nuk janë prezent, dhe nëse e shohim jetën tonë të përditshme në mesin e njerëzve, në mesin e këtij populli, do të shohim se njerëzit nuk e kanë gjendjen e njëjtë. Në çfarë aspekti? Në gjitha aspektet. Dikush ka pasuri ma shumë, dikush ka fuqi ma shumë, dikush ka dituri ma shumë, dikush ka aftësi ma shumë, dikush ka zotësi ma shumë, dikush ka familje ma shumë, dikush e kështu me radhë. Të gjitha këto që njerëzit i posedojnë janë me caktimin Allahut Azza wa Jall. E kur dikush nuk është i kënaqur, kur dikush ka në zemër xhelozi, pse filani, ndërsa ati filanit, ai i cili ja ka dhënë ato të mira, është Allahu Azza wa Jall. Dhe këtu njeriu bie në kundërshtim me vetveten. Këtu njeriu si kur nuk është i kënaqur me kaderin, me caktimin Allahut Azza wa Jall. Po ti aty çfarë pune ki? Allahu ati ka dhënë rizk ma shumë, ty ma pak. Këtu ti çfarë pune ki me atë që e zbret rizkun, me atë që i cakton gjitha gjërat? Allahu ati ka dhënë ma shumë, ty ma pak. Çka do të me bë besimtari në këtë rast? La tahasedu. Kjo është pika e parë, kjo është çështja e parë. Mos se xhelozoni njëri tjetrin, mos xhelozo. Po a kemi të drejtë ndonjë gjë? Kemi të drejtë ajo e cila është e lejuar. Cila është e lejuar? Është e lejuar që besimtari ti themi të xhelozon, jo ky lloj xhelozis, mirë po, të lakmon, të dëshiron edhe ai të arrin në shkallën e atij tjetrit. Nëse është nga ana e dunjas, është e lejuar, nuk ka gjuna, mirë po, nuk llogaritet ndonjë vlerë, ndonjë shpërblim. Nëse është nga ana e fesë, e ku janë ata që xhelozojnë nga ana e fesë, që dikush ta shet dikant se ai është duke u falur shumë, të falem unë ma shumë se ai. Ai është duke agjëruar, të agjëroj unë ma shumë se ai. Ai është duke lexuar Kur'an, të lexoj unë ma shumë se ai. Ai bën dhikr, të baj unë ma shumë se ai. Atëherë kjo është gara. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Në këtë le të bëjnë gara ata që duan të bëjnë gara. Nëse është ky lloj xhelozis që unë ta mbrij atë apo edhe ta kaloj atë, kjo është në rregull. Bile është e lavdëruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka xhelozi përveç se ndaj dy njerëzve. Nuk ka xhelozi të lejuar, xhelozi që është në rregull përveç se ndaj dy njerëzve. Kush janë këta? Ai i cili ka pasuri, tha, e shpenzon atë ditën edhe natën. Ti e sheh që dikush jep sadaka, ai ndihmon në xhami, ndihmon jetimat, ndihmon nevojtarët, ndihmon në shkolla, ndihmon në spitale, ndihmon ku ka nevojë. Ai është i pari që e zgjat dorën për të dhënë. Ti nuk ki dhe si kur të kisha edhe unë. Në këtë rast, nëse ti e xhelozon filanin në këtë mënyrë, në këtë aspekt, që edhe ty të jep Allahu, pa ja marr atij, kjo xhelozi është në rregull. Kjo është e lejuar. Dhe xhelozia ndaj atij i cili ka dituri dhe e shpenzon, e shpërndan atë ditën edhe natën. Ta xhelozosh atë që ka pasuri dhe atë që ka dituri, ta xhelozosh për ta arritur atë, pa shpresuar që Allahu t'i ja merr atij. Në momentin që shpreson që Allahu t'i ja merr atij, kalon në këtë e cila është e ndaluar. La tahasedu. Çka fiton ti nëse Allahu ja merr filanit? Çka fiton ti nëse Allahu ja merr filanit, qoftë pasurinë, qoftë fuqinë, qoftë diturinë, qoftë ato të mirat që ai posedon?
Çka fiton ti? Fiton dikush. Çka fiton? I qetësohet zemra. Çatëherë dikush bëhet rahat. Kur ta shet që ra filani, elhamdulillah. Atëherë qetësohet dikush. Prej ati momenti mundet me bë gjumin rahat. Se sa njerëz gjumi s'munden me bë rahat, për çfarë arsye? Pse ti je më mirë se ai? Atë nuk e zë gjumi, për çfarë arsye? Filani. Dhe njerëzit, sidomos sot në këtë jetën publike, që çdo gjë dihet dhe çdo gjë duket, njerëzit kanë xhelozi të madhe ndaj njëri tjetrit. Besimtari nuk duhet të jetë i tillë. Besimtari, zemra e besimtari duhet të thotë, po elhamdulillah. Po kur vëllau im kam edhe une. Kur një fqinji imi kam edhe une. Kur një banori këtij populli kam edhe une. Se nesër mundemi njëri tjetrit m'ia zgjat dorën. Mirë, po nëse xhelozojmë që Allahu t'ia merr filanit, kjo është e rrezikshme. Xhelozia është e rrezikshme. Çfarë pasoja mund të ketë xhelozia? Xhelozia së pari fillon me fjalë. Dami i parë i xhelozisë janë fjalët. E ke pa njerëzit sa flasin kundër atyre që s'kan mundësi me i mri. Ai është ma poshtë, ai tjetri është ma lart. Këta që janë poshtë vazhdimisht flasin kundër atij që është ma lart. Për çfarë arsye? Flasin nga se s'munden me përballu prej brenda. Xhelozia fillon damin, pasojat e saj me fjalë, derisa kalon dami i saj edhe në vepër. Dhe jo rastisht Allahu Azza wa Jall na urdhëroi, na mësoi që ne të lutemi, ne të kërkojmë mbrojtje nga Allahu Azza wa Jall, nga disa gjëra në mesin atyre, wa min sharri hasidin idha hasad. O Allah na mbroj nga xhelozia atij i cili xhelozon. Nga se ka njerëz që xhelozin e kanë të tepruar, nga xhelozia e madhe ka mundësi me të bë dam, jo vetëm fjalë, ka mundësi me të bë dam edhe në vepër. E kush e xhelozon dikan, çdo herë njerëzit xhelozohen në mes vete në bazë të rangut, në bazë të pozitës, në bazë të drejtimit, dhe secili e xhelozon atë të drejtimit vet, atë konkurrentin e vet. Secili, bujku e xhelozon bujkun, punëtori e xhelozon punëtorin, tregtari e xhelozon tregtarin, sportisti e xhelozon sportistin, hoxha e xhelozon hoxhën në raste të caktuara. Deri në atë shkallë që mund të gjeshti edhe hoxhallar, hoxh i cili flet kundër një hoxhe tjetër. Për çfarë arsye? Për dunja. Kur ta dëgjosh një hoxh që flet kundër hoxhës tjetër për dunja, jo për din, dije se aty ka hina atë zemër xhelozia, i dhemba ti. Po për çfarë arsye? Po ndoshta ai ka xhamat më shumë, ndoshta ai ka emër më shumë, ndoshta ai ka famë më shumë, ndoshta ka dituri më shumë, ndoshta. Dhe s'munde i të njëjtit drejtim fillon xhelozia. E nëse hoxha nuk është në gjendje ta lufton, si do t'ua përcjell pastaj të tjerëve luftimin e xhelozisë dhe gjitha gjërave të zemrës, të cilët shkaktojnë dam dhe përçarje në mesin e vëllazërisë. Hoxha nuk e xhelozon bujkun. Jo, nuk e xhelozon bujkun. As atë sportistin, as sportisti nuk e xhelozon dietarin. As dietari, secili e xhelozon atë të drejtimit vet. Besimtari duhet të mundohet ta lufton një gjë të tillë në zemrën e tij. E nëse të cyt shejtani dhe të vije në zemër një mendim i tillë ndaj kujdo qoftë, besimtari duhet ta ndalë vetveten. Besimtari duhet ta hesht vetveten. Besimtari duhet ta lufton vetveten. Mos të bije nën sundimin e nefsit, epshit dhe të shejtanit. Mos t'i nështrohet këtyre cytjeve dhe të fillon të flet kundër filanit dhe filanit. Andaj porosia e parë, la të hasedu, mos e xhelozoni njëri tjetrin. Porosia e dytë, wala tanajeshu,
dhe mos e ngritni çmimin në shit blerje përderisa nuk keni qëllim blerje. Dhe kjo quhet negjesh. Çka është negjesh? Kur dikush ndërhyn në një tregti, në një shit blerje, ama nuk e ka qëllimin me ble, e ka qëllimin me e ngrit çmimin. Dhe kjo ndodh, dikush shet, tjetri dëshiron me ble, dhe vjen ky shoku i tij, vjen ky afërmi i tij dhe dëshiron me ngrit çmimin dhe thot unë e jap më shumë. Ama ai nuk e ka niyet me ble. Unë e jap më shumë dhe ky i cili don me ble, kur e shet që ky jap më shumë, po unë e jap hala më shumë, veç me e ble atë produkt atë mall, ndërsa ky i cili ka hyrë ndërmjet, ky nuk e ka qëllimin e blerjes. Ky e ka qëllimin vetëm të ngritjes së çmimit, por atjetrin. Ndërsa nëse e ka qëllimin e blerjes, apo nëse shitet një produkt, kush jep më shumë, atëherë një gjë e tillë është e lejuar. Unë e shes telefonin, kush jep më shumë, le ta merr atë. 5 vet, 10 vet japin secili, cili do të jep më shumë? Filani t'i shes. A është kjo në rregull? Kjo është në rregull. Kjo është në rregull, kështu ka vepruar në disa raste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo gjë shitet. Kush jep më shumë? Ai i cili jep më shumë e blen. Kjo është në rregull. Shitje me ankand është në rregull, është e lejuar. Mirë po, problemi kur është? Kur dikush ndërhyn me e ngrit çmimin, ama se ka niyetin me ble. Dhe dëshiron filani me ble, ky jep më shumë, që t'ja ngriti çmimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wala tanajashu." Mos e veproni një gjë të tillë me ngrit çmimin, vëllau tand, ndërsa ti nuk e ke niyetin e blerjes. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wala tabaghadu." Dhe mos e urreni njëri tjetrin. Të gjitha këto porosi e përbëjnë vëllazërinë islame. Muslimanët janë vëllezër, mirë po këto gjëra prishin shumë. Kur ti xhelozon, prishet. Kur ti ban hile mashtrime, prishet. Kur ti e urren vëllaun tan. Sa raste të urrëties janë në mesin e besimtarve për gjëra të kota, për gjëra banale. Dhe ky e ka një urrëtie të madhe ndaj filanit, në disa raste nuk e di edhe pse. Pse urren filanin? Ndoshta me muhabete të kota, ndoshta me gjëra të kota, ndoshta me gjëra të dëgjuara, të pavërtetuara, ndoshta pse ndonjëherë ka pas ndonjë rast, ndonjë fjalosje. Urrëtia e besimtarit ndaj besimtarit. Wala tabaghadu. Mos e urreni njëri tjetrin. Ne si musliman, si besimtar, duhet ta duam njëri tjetrin për hir të Allahut azza wa jall dhe jo ta urrejmë. Urrëtia është e dëmshme, xhelozia, urrëtia, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ajo është halika. Ajo është ruajtje, qethje. Nuk u aqeth flokët, u aqeth imanin. Është e rrezikshme kur besimtarët e urrejnë njëri tjetrin. Për çfarë? Për gjëra të kota. Dietarët kanë thënë në disa raste urrëtien nuk mundesh ta kontrollosh. Nuk e kontrollon ti, a me urren filanin. Nuk e kontrollon ti, a me don filanin. Çka duhet me bëj në këtë rast? Çdo gjë e cila të çon në urrëtie, largohu prej saj. Mos e urreni, po ndodh atëherë çdo gjë e cila të çon në urrëtie. Çka të çon ty në urrëtie me vllavin tënd? Çdo herë kur ke pas biznes, kur ke pas ndonjë tregti, nuk keni nda të kënaqur dhe në fund ka mundësi të fillon të krijohet urrëtie. Mos ban biznes me filanin. A të çon në urrëtie, po, mos hin në ndonjë punë me te. Dikush në tavolinë, ndoshta në bisedë të lirë, duke bisedu me dikant, hyn në debat. Në momentin që hyn në debat, fjala ite, fjala ime, fjala ite, fjala ime, ngritet zëri, përfundon debati dhe ngritesh prej tavoline me zemër të thyer dhe ndoshta me fillim të urrëties. Çka? Mos ban debat me filanin.
Mos ban debat dhe çdo gjë tjetër e cila të çon ty në urrëtie me vëllaun tënd, largohu prej saj. Kjo është një prej synimeve më të mëdha të shejtanit. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha. Dëshiron shejtani që në mesin tuaj të fut urrëtie dhe armiqësi. Fil khamri wal maisir, në përmjet alkoolit dhe bigjozit. Po ndodh ndonjë rast, nuk është alkooli, nuk është bigjozi, po një gjë tjetër shkakton urrëtie në mesin e besimtarëve, edhe nëse është e lejuar. Edhe nëse është e lejuar, mirë po shkakton urrëtie në mesin e muslimanëve, edhe atë të lejuarën duhet me elan për të mos arrit në urrëtie. Wala tabaghadu, mos e urreni njëri tjetrin. Wala tadabaru, dhe mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Mos ja kthe shpinën vëllaut tant, të hidhrohesh dhe mos t'i japësh selam vëllaut tant. Nuk flet me filanin, nuk i foli ma, s'du me e pa me sy. Kjo është e rrezikshme, deri në atë shkallë. A ka gabime? Gabime në jetë ka sa të duash. Ti jeton 20 vite, 30 vite, 50 vite, 60 vite, po nuk ka qare. Nuk ka qare, kushdo që të jesh ti, nuk mundet të ndodh ti mos me bën ndonjë gabim. Mos me t'ik ndonjë fjalë, mos me ndodh ndonjë sjellje, mos me pas me dikant, ndoshta ashtu ka qenë rasti, ndoshta ke qenë i hidhruar me ndonjë gjë tjetër, ke qenë nervoz, ashtu ka qenë momenti, ndoshta e ke thënë ndonjë fjalë që nuk është dash, e kështu me radhë. Ndodhi mirë, po tash çka do të bëjmë? Do të mbajmë hidhrim 5 vite, 10 vite, si burrat, po unë e ma nuk i foli deri në vdekje. Sa t'jem gjallë nuk i foli. Kjo është e dhimbshme dhe është e damshme. Dhe fatkeqësisht kemi raste edhe unë, edhe ju, që deri në atë shkallë që vëlla me vëlla nuk flasin. Vëllaut nuk i flet deri kur? Deri në vdekje. Dhe ndoshta nuk i shkon as në varim. Apo edhe ndoshta i shkon në varim, po çfarë mo? Po ti 10 vite sa ishte gjallë nuk i fole. Ti 20 vite mbajte hidhrim e urrëtie dhe tash merr pjesë në varim. Çfarë varimi? Gjitha këto pastaj bëhen për një lloj sjefacie për t'i mbyll gojat e njerëzve, ndërsa besimtari nuk ka të bëj me gojat e njerëzve fare, ka të bëj me zemrën e tij ndaj Allahut. Wala tadabaru, mos ja kthe shpinën vëllaut tant. Po me dikant ki raport ma të mirë, elhamdulillah. Me dikant ki raport ma pak, elhamdulillah. Mirë po, jepi selam vëllaut tant. Foli vëllaut tant. Po edhe nëse ai hidhrohet, edhe nëse ai nuk të flet, banu ti i pari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, më i miri është ai i cili i pari jep selam. Ani se ti nuk flet, që unë do të flas për hir të Allahut, mos mendo që unë kam ndonjë nevojë, ndonjë interes, ndonjë gjë. Për hir të Allahut unë e uli vetveten. Edhe unë jam ai i cili të jap selam. Ti pastaj mendo çfarë të duash. Kështu është besimtari, e ul vetveten. Për hir të Allahut azza wa jall, nuk mban hidhrim me njëri tjetrin, nuk mban hidhrim vëllau me vëllau. E sa e dëmshme dhe sa e dhimbshme është kur ti shohësh dy musliman kalojnë në rrugë pra njëri tjetrin, njëri kokën djathtas dhe tjetri majtas, si kur të jenë armiq, e pastaj ndoshta kur do të takohet me atë tjetrin atje, që është një feje tjetër, një nacionaliteti tjetër, një gjuhë tjetër, i cili ndoshta ka armiqësi dhe urrëtie të vërtetë ndaj teje, pastaj ati i flet me buzëqeshje, ati i flet me zemër, atë si kur ta ketë vëlla, ama ndaj vëllaut të ti mban hidhrim. Nuk është kjo vëllazëria. Wala tadabaru, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dhe mos të blejmë dikush mbi blerjen e dikujt.
dhe mos të shet dikush mbi shitjen e dikujt, blerje mbi blerje. Dhe kjo është ndaluar. Por çfarë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend një gjë të tillë, nga se në sa raste tregtia, shitblerja, pazarllëqet e ndryshme i kanë prish njerëzit me zvete. Konkurencat e ndryshme i kanë prish njerëzit me zvete. Ortakëriat e ndryshme i kanë prish vëllezërit me zvete. Mos të blejnë dikush mbi blerjen e tjetrit. Kur ndodh kjo? Kur dikush është duke ble dhe ka rënë dakord për me blej një gjë dhe dikush tjetër ndërhyn në atë shitblerje dhe thot, unë ta paguaj më shumë. Apo i thot atij që dëshiron me ble, mos e blej prej filanit, unë ta gjej më lirë. E sa janë në vendet tona njerëzit që ta gjejnë më lirë. Në sa raste ndodh që ne njëri tjetrit i gjejmë më lirë. Nuk është problem nëse i gjejmë më lirë kur nuk ka shitblerje. Mirë, po në momentin e shitblerjes nuk lejohet me ndërhy. Në hadithin tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mos të ndërhyn dikush në shitblerjen e vëllaut të tij dhe mos të ndërhyn dikush mbi fejesën e vëllaut të tij. Ai është duke ble apo e ka ble, mos ndërhyn më. Ai është feju, ti ma nuk ki qka lipt ajo der me kërkut njëjtën vajzë, është feju ajo, mos ndërhyn dikush mbi atë. E në shitblerje ndodhin përçarjet, prishjet e zemrave, mos të hin dikush mbi blerjen e njëri tjetrit dhe mbi shitjen e njëri tjetrit. Gjithë dietarët janë të pajtuar si një gjë e tillë është haram, është ndaluar, përderisa është duke u bë shitblerja. Ndërsa pasi të përfundon, disa dietarë kanë thënë që nuk ka mëkat, e disa kanë thënë edhe pasi të përfundon, për sëri ka mëkat. E ka ble filani një vetur, po, sa e bleve? 5.000 euro, 10.000 euro. Shtrejta pas ka shit. Kjo është kry, mo, është kry. Mirë, po ku është dami i kësaj? Filon në zemër njeriu, ndoshta mendon, mos më ka mashtruar, mos ndoshta unë jam ngut, ndoshta nuk e kam ditë, dhe kjo është e damshme. Por çfarë arsye? A ka përfundu shitblerja, ka përfundu? U kry. Dhe nuk ka nevojë për fjalë shtesë të cilat ndoshta në raste të caktuara e prishin vëllazërin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi na porositi që të kemi kujdes nga gjitha këto gjëra, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, të jeni robër të Allahut vëllezër. Ky është Islami. Të jeni vëllezër ndaj njëri tjetrit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muslimu akhul muslim. Muslimani është vëlla i muslimanit. Kjo është ajo që duhet të jetë mbjellur në zemrën e besimtarit. Muslimani është vëlla i muslimanit. Ne këtu të gjithë nuk jemi një gjak. Ne këtu të gjithë nuk e kemi një mbiemër. Ne këtu të gjithë nuk jemi një familje. Nuk jemi familje ngushtë e gjakut, jemi familje gjër e fesë. Dhe ne jemi vëllezër. Çfarë vëllazërie? Vëllazëria e Islamit neve na lidh një gjë që ndoshta është më e madhe se gjitha lidhje tjera. Realisht është më e madhe se gjitha lidhje tjera. Tha Allahu Azza wa Jall, innamal mu'minuna ikhwa. Vërtet besimtarët janë vëllezër, muslimanët janë vëllezër me njëri tjetrin, me ata që janë prezent dhe me gjithë muslimanët në mbar botën, të cilët dëshmojnë në la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. El muslimu akhul muslim. Muslimani është vëlla i muslimanit. Përderisa është vëlla i muslimanit, nuk i ban disa gjëra atij. Çka nuk i ban muslimani muslimanit? Disa gjëra i ka parasysh. Mirë, po ato më të rrezikshmet, ato më të damshmet, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muslimu akhul muslim la yadhlimu.
Muslimani është vëllai muslimanit, nuk i ban zullum, nuk i ban padrejtësi. Ti përderisa e ke pranuar, përderisa je i bindur, përderisa e di që filani është vëllau yt, ti nuk i ban padrejtësi atij, nuk i ban zullum atij. Vëllau tan në shtëpi, a i ban padrejtësi? Jo. Edhe ai tjetri që nuk është i gjakut, edhe ai është vëllau yt, nuk i ban padrejtësi. Padrejtësia është e ndaluar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala yakhdhulu, dhe nuk e lën në balt, nuk e lën në lloç. Muslimani muslimanin nuk e lën në agjendje. E sheh që ai ka nevojë, e sheh që ai ka zor, e sheh që ai ka ndonjë problem dhe ky është afër musliman dhe nuk i interesohet, dhe nuk i azgjat dorën, dhe nuk i gjendet afër, nuk është ky. Muslimani nuk e lën muslimanin në atë gjendje. Është e dhimbshme dhe është e turpshme nëse në një lagje ku banojnë muslimanët, në atë lagje ka një familje muslimane të cilët qëndrojnë pa bukë, të cilët kanë nevojë për gjërat elementare, të cilët për fëmijët e tyre s'kanë veshmbathje, të cilët për fëmijët e tyre nuk kanë gjërat elementare për në shkollë, dhe fëmijët e të tjerëve të gjithë janë me veshje të reja, me çanta të bukura, me gjitha pajisje që ju takojnë atyre. Mirë, po njëri prej tyre dallohet në gjendje dhe të gjitha të tjerët musliman nuk i intereson fare. La yakhdhulu, muslimani nuk e lën. Ku është imani? Ku është islami? Ku është ajo ndjenja prej brenda? Ku është zemra e cila duhet të reagon dhe ta ndihmon atë? La yakhdhulu, muslimani nuk e lën muslimanin në atë gjendje, megjithse sot fatkeqësisht ndoshta jo në lagje, ndoshta jo në vendbanimin ton. Mirë po, si umet ai kemi lënë muslimanët në atë gjendje? Fatkeqësisht po. Muslimanët e një pjesë të madhe të umetit jetojnë me gjitha kushtet më të mira të kohës moderne, në kohën që një pjesë e umetit vdesin pa bukë edhe pa ujë. Wala yakhdhulu, muslimani nuk e lën muslimani. E përderisa e lën, ajo tregon dobësinë e imanit të atyre muslimanëve të asaj kohe dhe të asaj gjendje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi, la yadhlimu, nuk i ban padrejtësi, la yakhdhulu, nuk e lën në atë gjendje, la yakdhibu. Kjo pjesë e këtij hadithi është në një transmetim tjetër, megjithëse autori e ka përmendur në këtë, wala yakdhibu, nuk e përgënjeshtron, nuk e gënjen, nuk e mashtron atë. Kur flet me te, nuk e gënjen, nuk i jep informata të gabuara, informata të rrejshme. Wala yahqiru, dhe nuk e nënçmon atë. Muslimani nuk e nënçmon muslimanin. E shet dikand i cili ndoshta është i varfër, ndoshta është i paditur, ndoshta është në ndonjë gjendje më të ulët se tjerët, dhe pastaj ky e shikon me një sy të nënçmimit, filani. Muslimani nuk e nënçmon muslimanin. Sa do që të jetë gjendja e tij e dobët, ka mundësi që ai sot është në një gjendje të tillë, nesër mund të jetë më mirë se ti, ma para se ti, ma ngritur se ti. E ku e di ti cili të Allahu është ma afër, cili të Allahu është ma i mirë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ka mundësi që dikush, apo është dikush i cili është me veshje të vjetruar, i varfër, i raskapitur, nëse i ban be Allahut, Allahu ja plotson. Mos e shiko dikan me atyrin e nënçmimit që ti mendon se filani. Te Allahu nuk dihet pozita jote dhe pozita e tij. Mirë po, sido që të jetë, besimtari nuk e nënçmon dikan për çështje të dunjas, për gjëra të kota. Nënçmimi i tjetrit nënkupton mendje madhësinë e vetvetes. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
at-taqwa ha huna. Tha Abu Huraira, e përsëriti atë 3 herë duke ba me shenjë në gjoksin e tij. At-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Takuallëku, devotshmëria është në zemër. Në zemër është devotshmëria. Ai i cili është i dashur, i afërt, i devotshëm, inna akramakum inda Allahi atqakum. Ma i miri i të gjithë juve është ai i cili është ma i devotshëm. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim. I mjafton njeriu si e keqe e tij ta nënçmon vëllaun e tij musliman. Kullul muslimi alal muslimi haram. Çdo musliman ndaj muslimanit i ka haram 3 gjëra. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, damuhu, gjaku i tij, wa maluhu, pasuria e tij, wa irduhu, dhe nderi i tij. Këto gjëra muslimanët duhet t'ia ruajnë njëri tjetrin. T'ia ruan gjakun, nuk lejohet gjakderdhja, vrasja është prej krimeve, prej harameve më të mëdha. Nuk lejohet prekja e pasurisë së tjetrit pa të drejtë, dhe nuk lejohet prekja e nderit të një besimtarit apo besimtares në nderin e tij, qoftë me fjalë, mos të flasim me vepër. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na përcjell porosi të mëdha, mesazhe të mëdha që ne duke pasur kujdes në gjitha këto që u përmendën, t'i ruajmë zemrat tona, ta ruajmë njëri tjetrin, ta ruajmë vëllazërin, pa i bë dëm, pa e dëmtuar, pa i bë padrejtësi njëri tjetrit, në mënyrë që si vëllezër, si musliman, si besimtar, po edhe si ummet të ecim përpara. Këtë hadith e shënon në librin e tij Imam Muslimi rahimullah. Pra hadithi i cili ishte sonte për neve është hadithi të cilin do ta përcjellim edhe një herë në formë të përgjithshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: mos e xhelozoni njëri tjetrin, mos ndërhini në shitjen dhe blerjen e njëri tjetrit, pa niyet shitblerje, mirë po me qëllim të ngritjes së çmimit. Mos e urreni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, mos ndërhini në blerjen apo mbi blerjen e njëri tjetrit. Bëhuni robër të Allahut, vëllezër. El muslimu akhul muslim. Muslimani është vëlla i muslimanit. Nuk i ban padrejtësi, nuk e lën atë në balt, nuk e gënjen atë, nuk e nënçmon atë. Takuallëku është në zemër. Takuallëku është në zemër, takuallëku është në zemër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bani me shenjë në gjoksin e tij 3 herë, e pastaj tha: i mjafton njeriu si e keqe ta nënçmon vëllaun e tij musliman. Kullul muslimi alal muslimi haram. Çdo musliman ndaj muslimanit i ka haram këto gjëra. Gjakun e tij duhet ta ruan, gjakun e tij, pasurinë e tij duhet t'i ruan vëllaut të tij pasurinë, dhe nderin e tij duhet t'i ruan nderin vëllaut të tij. Ky ishte hadithi joni për sonte, të cilin e nxjerr dhe e shënon Imam Muslimi rahimullah. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allah të na ban prej atyre që nuk e xhelozojmë njëri tjetrin, nuk e urrejmë njëri tjetrin, nuk e armiqsojmë njëri tjetrin. Allah të na ban vëllezër ndaj njëri tjetrit, të na shton dashurinë në zemrat tona, mirëkuptimin në mesin ton. Allah të na ban prej atyre që duam njëri tjetrin vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Lutim Allahun azza wa jall, Allah të na ban prej atyre që fjalët të cilat i dëgjojmë marrim mësim edhe i praktikojmë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.